Ndërsa këtu pastaj të gjithë ky territor është ish territoria, ish stalla. Stalla. Në këtë moment e kemi kthyer ka një rreth 7-8 vite, 10 vite e kemi kthyer në thertore dhe në sallamëri. Sallamëri. Po. Kjo është zonja. Mirë se të gjej. Më duket ju është besuar zonjës ky vendi këtu. Kjo merret këtu me mbikëqyrjen e gjitha si të punëtorëve të thertores, ashtu edhe të mbikëqyrjes së cilësisë sallamërisë. Atëherë, zonja është në punë, ju në punë, dy djep në punë. Punëtorët të tjerë pash që kishit huaj. Po, i kemi edhe të huaj. Keni marrë filipinez? Po. Se interesant. Po çfarë punësh bëjnë? Po atëherë ata punojnë tunë në përgjithshëm, ngarkojnë tek se ka edhe mbetjet për shembull të zorët që i pastrojnë dhe shkojnë për industrinë e sallamërisë. Ka nga të gjitha punët. Jeni të kënaqur, doni të merrni tjerë apo me shqiptar më mirë? Po edhe këta funksionojnë mirë, jo keq. Jo keq, me kompani besoj punoni. Po, patjetër. Gjithë ky prodhim, ku shkon? Po shikoj që ju bëni bëjmë 4-5 lloj prodhimesh të ndryshme, sallam, salcice, parizier. Po këto janë gjëra tradicionale që i bëjmë. Tregu jonë kryesisht është Tiranë kemi jo shumë treg, po kryesisht rreth këtu, zgarat që janë këtu rreth. Të gjitha furnizohen prej jush. Po. Po pjesën tjetër, derat që therrni ku i çoni? Po kështu, këtu brenda deri në Durrës edhe në Shkodër. Ky është territori që çdo mëngjes ngarkojmë. Kemi 3 automjete frigoriferike, i ngarkojmë tu dhe i shpërndajmë nëpër Shqipëri. Po. Sipas kërkesave që na ja jepet. Ndërkaq kjo pjesë e punës i është besuar zonjës. Po. Të pëlqen të punosh apo më mirë në shtëpi? Jo. Unë mendoj që zonja në shtëpi është një humbje kohe, sepse më mirë të punosh edhe për veten tone, edhe për normalisht edhe për të ardhurat e gjithçka, është një gjë shumë e mirë. Unë mendoj që të gjitha zonjat të punojnë, jo të rrinë në shtëpi. Bravo! Kështu themi të gjithë, zonjat punojnë se duhen. Realisht unë kam me kënaqësi shumë të madhe që punoj, sidomos si jena familjarisht është diçka jashtëzakonshme, se ke bashkëpunimin, ke punën, gjithçka është okay. Bashorti tha, jam i kënaqur tha për fëmijët që janë në punë, tha, punojnë me ne, tha, dhe ju them gjithë të rinjve, mos u dorëzoni nga vështirësitë. Ëndër ose do ta realizosh atë që ke ëndër. Ti çfarë do të thoshe zonjave që rrisin fëmijë, që rrisin djem dhe thonë të emigrojnë, të ikin, tani se s'kemi ku i mbajmë. Realisht unë nuk jam për emigrimin fare, sepse emigrimi është vetëm shpopullim i herë, në vallëpor, pastaj ne këtu ku kemi lindur duhet ta ndërtojmë, të hecim përpara, këtu ka të ardhme, ke mundësi nga më të ndryshme, që mundesh me punue pafundësisht. Sidomos zonjat kanë punë tani në këtë periudhë ka kërkesë për punëtore jashtëzakonisht shumë. Nëse kanë dëshirë, mund të punojnë. Ju vaftë mbar. U kënaqa që Faleminderit shumë. Gjithë të mira. Faleminderit shumë. Zoti ju ndihmoft. Faleminderit nga ju. Faleminderit shumë. Come here. Work Albania is super good. The country is good and big salary. Big salary? Yes, and Philippines small salary every day. The Albania is very big salary. Good. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.